Një grua 72 vjeçare identifikuar si Ermira Korça është vënë në hetim nga policia e Tiranës pasi dyshohet për përfshirje në një aktivitet të palishëm financiar që ka funksionuar jashtë sistemit të rregulluar bankar. Për shkak të moshës së saj, hetimi po zhvillohet me të në gjendje të lirë. Sipas burimeve zyrtare të policisë, hetimet janë intensifikuar pas sinjalizimeve se në një pikë këmbimi valutor në pronësi të saj në kryeqytet përkryeshin transaksione të dyshimta. Gjatë një kontrolli të ushtruar në ambientet të kësaj pike këmbimi, u zbuluan të dhëna dhe prova që tregojnë për një skemë financiare të jashtëligjshme e cila kishte kohë që operonte. Sipas hetimeve paraprakës, subjekte të ndryshme private dhe individ të paidentifikuar deri tani kanë depozituar në mënyrë të përsëritur shuma të mëdha parash të padeklaruara në këtë pikë këmbimi. Paratë e mbledhura dyshohet se janë përdorur më pas për të dhënë borxh qytetarëve jashtë çdo procedure ligjore, me norma interesi të konsiderueshme më të larta se ato të lejuara nga ligji. Policia ka ngritur dyshime të forta se bëhet fjalë për një rrjet informal që ka funksionuar për një periudhë të gjatë kohore dhe që mund të ketë përfshirë individ të tjerë brenda dhe jashtë Tiranës. Gjatë aksionit në ambientet e biznesit të zonjës Korça, uniformat blu sekuestruan një shumë të konsiderueshme parash, rreth 500.000 euro, për të cilat dyshohet se janë përfituar si rezultati i aktivitetit të palishëm. Kjo shumë është bllokuar dhe aktualisht është në ruajtje si provë materiale në kuadër të procedurës hetimore që po ndjek Prokuria e Tiranës. Burime nga grupi hetimor thonë se po kryen ekspertiza financiare të detajuara për të verifikuar origjinën e saktë të parave dhe mënyrën e përdorimit të tyre në dhënien e huave me përqindje të larta. Policia ka bërë të ditur nëpërmjet një njoftimi zyrtar se hetimet janë ende në vijim dhe se janë në proces identifikimi edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të dyshuar kriminal.